Në xhiron e 10 të Ligës së Parë të Maqedonisë këtë fundjavë do të zhvillohet derbi i qytetit mes Shkupit dhe Vardarit, një derbi që ka munguar prej vitesh në elitën e futbollit të Maqedonisë, ka ngjallur entuziazmin e futbolltashësve duke pritur me plot emocion spektaklin e së dielës. Parandeshjes me Vardarin, futbollisti i KV Shkupit Muharrem Bajrami në një deklaratë të dhënë për televizionin Era tha se për ndeshjen e së dielës janë të përgatitur maksimalisht dhe janë shumë të motivuar, duke theksuar se këtë sfidë nuk do ta marrim shumë me emocione. Vardari pra është konkurrent për titull, nuk duhet harruar se Vardari janë favorit, edhe pse luajnë në stadiumin tonë këtu në Çajër. Duhet dhanë maksimumi, nuk duhet të marrët të ndeshje emocionalisht. Jashtë tash na vjen Vardari dhe shtash kemi edhe leja tjera ne, kështu që duhet të marrë secila ndeshje si me Metallurgin, si me Sileksin, edhe kjo ndeshje kundër Vardarit duhet marrë me pa emocione edhe të jepet maksimumi dhe të dhash Zotit të arrijmë edhe fitoren e parë këtu në Çajër. Gjithashtu edhe i riu Mevlan Murati, i cili luan edhe për përfaqësuesen e Maqedonisë U21, tha se ai dhe ekipi i tij duhen të përqendrohen më shumë në lojë duke lënë anash emocionet e derbit. Na pret një ndeshje e vështirë. Siç e dinë të gjithë, kjo është një derbi dhe do ngelet një derbi. Nuk s'besoj se do jetë favorit Vardari, edhe pse ashtu duket në tabelë, por një derbi shpresoj të japim maksimumin, të jemi përqendruar në lojë, mos na kaploj euforia e derbit. Sigurisht do mundohemi të bëjmë rezultat pozitiv dhe siç e dimë gjithë, akoma s'kemi fituar në shtëpi dhe ta bëjmë këtë fitoren e parë shtëpi kundër Vardarit jetë më e ëmbël edhe për të gëzuar shfercerët dhe gjithë publikun, gjithë përkrasit e klubit. Përballja e fundit mes këtyre dy rivaleve të përbetuar që është zhvilluar në stadiumin e Çajirit ka qenë në shtator të vitit 2009, në të cilën derbi fitues ishte skuadra e Shkupit me rezultat 1-0, ndërsa gjatë këtij sezoni në ndeshjen e parë të zhvilluar në stadiumin Filipi II, të dy skuadrat u ndanë me barazim në 2-2.